Shoza është një copë e rëndësishme në këtë puzzle. Pa të, ajo nuk do t'jetë e plotë. Përshëndetje, jemi me Equal Voices Podcast dhe unë jam Agnesa. Si mund të parandalohet dhuna online, si duhet të mbrohemi e çfarë duhet të bëjë shteti? Janë këto disa nga pyetjet, përgjigjet e së cilave do t'i marrim sot në Equal Voices Podcast, ku të ftuar për këtë temë kam zonjën krenare Sogojeva Dërmaku, komisionere e Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Zonja Sogojeva Dërmaku, mirë se erdhët në Equal Voices Podcast. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Atëherë ne po fillojmë me temën që e kemi për sot, pra që është për dhunën online ndaj grave. A mundesh më na tregu ju si komisionere për informim dhe privatësi, si e vlerësoni gjendjen aktuale të dhunës online ndaj grave, edhe a ka ndonjë trend të rritjes apo ndryshimi në këtë aspekt? Zhvillimet teknologjike tash që kanë mundësuar dhe përdorimin e platformave të ndryshme, por edhe aplikacioneve të ndryshme, normalisht që në përgjithësi pa përjashtuar gratë, të gjithë qytetarët, pa përjashtuar dhe vendin tonë, po në gjithë botën, është duke pasur efektin e vet sa pozitiv aq edhe negativ. Tani, për sa i përket këtyre linçimeve që mund të bëhen keq përdorimeve, sigurisht që grupet e marginalizuara janë më shumë të atakuara, jo vetëm në shoqërinë tonë, por edhe në shoqëri tjera globale. Tash, puna ndaj grave në internet, varësisht se prej çfarë prizmi shihen, po gjithmonë në raport të dhënave personale që ne e shohim, dallon në aty këtu, domethënë me shkeljen e të dhënave personale të gjithë qytetarëve. Por gratë janë gjithsesi atak më i shpesht për faktin që më lehtë mund të fyhen, më lehtë mund të bullizohen, më lehtë mund të liçohen dhe për fat të keq mekanizmat mbrojtës në kushu, për shkak që thjesht kjo interneti e mundësitë e zhvillimit teknologjik janë duke ndodhur aq shpejt dhe në forma aq rapide, saqë është vështirë edhe të mbuluar me legjislacion, edhe këto mekanizma shpesh herë edhe nuk po mrin ta luajnë apo t'i ruajnë dhënat edhe të grave edhe të qytetarëve në përgjithësi. Gjithsesi, Agjencia për Informim dhe Privatësi, kuadër të mandatit të saj ligjor, ne kemi trajtuar gjitha këto raste kur kemi rrjedhje dhënave personale apo edhe kur kemi linçime, bullizime, por në këto raste, duke qenë që i kemi edhe pamundur t'i kontaktojmë direkt platformat sociale, se varësisht se cilën platformë do bullizimi, normalisht në disa raste kemi proceduar edhe në Policinë e Kosovës për shkak se të njëjtat kanë rezultuar se kanë elemente të veprës penale. E qartë, i përmendet që domethënë shkelja e dhënave, shkelja e privatësisë ndoshta pa dallim në një farë forme për gjithë qytetarët. Po ashtu e përmendet që grupet e marginalizuara, ndoshta edhe gratë ose vajzat e reja, janë më shumë prej për shkak ndoshta edhe të ndjeshmërisë, edhe ka shumë raste të ndryshme, kemi pa kanë qenë edhe publike, kur dhënat e tyre janë keq përdor. Mbas atyre rasteve që keni pas ju, a ka ndonjë grup të grave, për shembull gazetare, aktiviste, ndoshta gjykatëse që janë më shumë prej e këtyre shkeljeve të dhënave? Në bazë të statistikave që ne i posedojmë, nuk është se kemi të veçuar ndonjë grup nga fushëveprimtaria që ushtrojnë gratë. Ne kemi pasur rastin e famshëm të Telegrami, domethënë ajo ka qenë tashmë e ditën që e ka trajtuar Policia e Kosovës dhe institucionet tjera të zbatimit të ligjit, mirë po nuk ka dallim këto raste, por gjithëherë është më e lehtë, kuptoni që edhe një gazetare shohat shumë lehtë, edhe një politikane shohat shumë lehtë se po flas një grua politikane, një gazetare, më shumë se një gazetar, më shumë se një politikan mashkull që mund të jetë, sepse edhe vetëm ndjeshmëria e gruas është e tillë që për atë edhe radhit si edhe ligji jonë si të dhënat mos sensitive që janë edhe të fëmijëve edhe të grave dhe si grupe apo target grupe më lehtë të thyeshme në raport me mbrojtjen e tyre. Në të thjesht janë më të atakuara, më lehtë të qasshme, në kuptimin jo pse ato nuk kanë masat të sigurisë, sepse ato nuk ndërmarrin masa për mbrojtjen e tyre, por sepse është më e lehtë gjithëherë të linçohet një grua se sa një burr. Në rastet pra të punës online, a mundesh më na tregu se si procedohet një rast në institucionin tuaj, domethënë cilat janë hapat që duhen më ndjek ndoshta prej fillimit deri në fund?
Agjencia për informim e privatësi tashmë e ka faqen e saj që e ka tash 3 vjet e gjysmë që e kemi lancuar dhe e kemi me një buton ankohu. Aty shty butonin, ankohu është mbrojtja, disa dana shumë elementare që i marrim dhe rastin e dyshimit për shkeljen e privatësisë. Edhe normalisht ne marrim e regjistrojmë, pastaj kemi procedurat e mbrojtshme që mund zgjasin varësisht nga kompleksshmëria e rastit. Mirë po, zakonisht raste të tilla, sado që edhe në numër kemi pas të vogla, për shkak të pamundësisë son si Kosovë, si shtat po flas, në komunikimin e drejt për drejt me platformat, sepse apo edhe me shërbimet online që kryhen prej operatorëve të jashtëm që nuk operojnë në Kosovë, ofruesve të shërbimeve që nuk operojnë në Kosovë dhe nuk janë të regjistruar në Kosovë, sepse me operojnë shumë, mirë po nuk janë të regjistruar në këto raste, atëherë normal edhe është më kompleks rasti, pastaj po them ne kërkojmë edhe ndihmën e institucioneve tjera, por tani që kemi një përparësi është se Kosova është pranuar si anëtare e Bordit Evropian mbrojtjes së dhënave, tashmë agjencia është në çdo takim të këtij bordi, atëherë jemi edhe në rritje të bashkëpunimit bilateral me vendet, që nëse kemi kontrollues të cilët identifikohet vendi se ku janë, atëherë normalisht përmes këtyre bashkëpunimeve që ne i kemi me autoritetet edhe mund të vëmë zgjidhje të rastit më lehtë dhe më shpejt. Gjithsesi mbetet shqetësuese dhuna online ndaj grave, mirë po edhe mbetet shqetësuese mundësia e zgjidhjes jo të lehtë këtyre rasteve. Sa zgjat përafërsisht një rast i tillë derisa të ofrohet një zgjedhje nga agjencia juaj? Tani ne për këto raste që i kemi pas, do të thonë të gjitha kemi procedurën në Policinë e Kosovës. Arsyeja ka qenë shumë e thjeshtë, ka pas elemente të veprës penale. Dhe ne nuk i kemi ndalë tek ne sepse ne jemi në nivel administrativ, po e kemi dërguar te policia për procedim të më të tjetë. Kjo procedurë ka qenë shumë e shpejtë, shumë e shkurtë, domethënë zakonisht ka ndodhur brenda një dite ose dy. Edhe pastaj sa ka zgjuar te policia është çështje tjetër, sepse kur kemi të bëjmë me vepra penale normalisht dihen edhe afatet që janë, po edhe puna që duhet ta bëjnë institucionet përkatëse të zbatimit të ligjit. Unë edhe një herë po i drejtohem juve dhe gjithë dëgjuesve që nuk është e lehtë sot të identifikohet një shkelje privatësisë online, qoftë ndaj burrave, qoftë ndaj grave, qoftë ndaj fëmijëve apo secilin qytetar. Kështu që prandaj është shumë e rëndësishme që ne të dimë se si ta mbrojmë vetveten në internet, ti lexojmë politikat e privatësisë, mos e shpalosim veten tonë nevoje pa nevojë në internet, ti përdorim këto platformat sociale apo edhe shërbimet online, vetëm për atë sa ne e kemi të qartë llojin e shërbimit që po na ofrohet, dhe të mos ju japim të dhëna më shumë se duhet të japim, në mënyrë që mos bien prej e keq përdoruesve të ndryshëm, të cilët mund të linçojnë një grua, ta bullizojnë apo edhe thjesht të ndikojnë ndoshta edhe në jetën e tyre private dhe rrjedhjen normale të jetës së tyre. Përveç rasteve që ju procedonin polici që konsiderohen pra si vepra penale, raste të tjera, dhe në çfarë kompetenca ka agjencia, çka mundet me zgjidh në këtë aspekt? Për shembull, nëse dikush ankohet që ju ka shkel një dhënë, çfarë ndihme jep agjencia? Nëse kemi të shkelje të dhënave dhe identifikohet kontrolluesi dhe kontrolluesi është i regjistruar në Kosovë, varësisht prej shkeljes dhe dëmit që është bërë, e kemi procedurën e shqyrtimit të ankesave, që fillon me inspektimin, normalisht njoftimin paraprak, inspektimin e gjejmë se është bërë shkelja nga i njëjti kontrollues që njihet sipas ligji, organizata që i merr dhënat, e pastaj ne i dalim në një vendim përfundimtar. Vendimet janë prej vendimeve këshilluese, ndaluese, detyruese deri te vendimi me gjobë. Dihet që gjobat për shkeljen e privatësisë së individit në Kosovë sipas ligjit fillojnë nga 20.000 euro tutje, varësisht nga shkelja kemi gjoba më të ulta në raste specifike që janë për çështjet e vendosjes së kamerave apo marketingun të drejtë për drejtë, mirë po në shkelje të dinjitetit të individit apo privatësisë së individit fillojnë nga 20.000 deri në 40.000 apo 2 deri në 4% të qarkullimit vjetor të operatorit caktuar që njihet si kontrolluesi dhënë. Po, i përmende që ndoshta do me murujt dhe mos të më ekspozojmë shumë në rrjetet sociale. Cilat janë rreziqet kryesore të ekspozimit të dhënave personale në internet edhe çush mundet me ndodhë që këto dhëna ndoshta më u marr nga njerëz që
vetë se nuk personi që ka publiku nuk dëshiron me pas, ose më rëndore personi ka bërë. Fillimisht dua ta theksoj faktin që sot në botë luftrat janë në grumbullin e dhënave personale, sepse aty është edhe zhvillimi i biznesi të caktuar me të dhëna personale. Prandaj çdo dhënë jona personale është para për një biznes, për një dikë. Kështu që ne duhet të kemi kujdes sepse me të dhënat tona mund të manipulohemi, mund të mashtrohemi, mund të na vjedhet identiteti, e ajo çka është më e dhimbshmja tani ose më e frikshmja që ende është edhe jo shumë e njohur, është ende pa njohur, por që veç ka filluar dhe ne po e jetojmë, është ndikimi i inteligjencës artificiale. Që nesër me dhënat tona dikush të ketë mundësinë të kryejë shërbime në emrin ton, me fytyrën ton, me zanin ton, me të gjitha dhënat tona dhe të kryejë krem dhe të na bëj kriminal. Pikërisht ky është rreziku që sot ne kemi përballë këtij zhvillimi të hapshëm teknologjik dhe rëndësinë që duhet ta japim mbrojtjes të dhënave dhe privatësisë tonë. A mundemi na tregu disa ose më përshkruaj disa raste konkrete që janë zgjedhur nga Agjencia për Informim dhe Privatësi ku ka pas shkelje të dhënave. Normalisht pa shkel dhënat e tyre. Sigurisht, të gjitha vendimet për mbrojtjen e dhënave që kemi nxjerrë deri më tani janë publike, vetëm vitin e kaluar, që ka qenë vitin 2024, ne kemi lëshuar dikon 311 vendime, domethënë shkelje të ndryshme të privatësisë. Ne normalisht e kemi një pjesë shumë të madhe të çështja e vendosjes së kamerave dhe kriterave të ligjit, marketingu drejt për drejt, keqpërdorimi i dhënave, publikimi i dhënave, mosmarrja e masave të sigurisë nga kontrollues të ndryshëm. Domethënë vendime të llojeve të ndryshme që janë tash të publikuara sepse me rastin e njoftimit të palës me vendimin dhe kontrolluesit ne më njëherë i publikojmë këto, janë të ofruara në gjuhën shqipe, kështu që kushdo që është interesuar dhe të shoh edhe standardin tashmë të krijuar, i gjeni në përfaqen e Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Ajo çka është me rëndësi të cekët po ashtu është që agjencia është vetëm derë hapur, që qytetari e ka gjithherë të ankohet sa herë që ka dyshime se po i shkelet privatësia. A keni pasur raste kur prej ankesave kanë qenë ndoshta vajza apo djem të rinë në moshën 18 vjeç? Se edhe kjo është një fenomen që po ndodh shumë online në rrjetet sociale, sidomos në TikTok së fundmi, ku po publikohen foto e video të posaçërisht të vajzave. Jo, fatkeqësisht jo. Po e them fatkeqësisht sepse fakti që nuk kemi ankesa do të thotë që qytetari nuk e din se kush është institucioni që duhet t'i drejtohet. Prandaj edhe shumë e rëndësishme që qytetarët ta dinë se ku duhet të drejtohen kur kanë shqetësime të tilla. Por edhe ajo që ka shumë e rëndësishme ta dinë qytetarët është që për platformat sociale, përfshirë TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, gjitha këto, ta keni parasysh që ne si Kosovë nuk kemi domenin ton të operimit të internetit. Dhe kjo na krijon vështirësi shumë të mëdha që ne të mund të kemi edhe kontakte direkte me këto kompani. A ka provuar diçka shteti këtë aspekt? Absolutisht, e vetmja gjë që është bërë deri më tani përveç policisë së Kosovës, që i ka kontaktet e veta me këta kontrollues, po që ndërlidhen vetëm me raste të caktuara që kanë të bëjnë ose me luftën kundër terrorizmit, ose me pedofili, domethënë me raste shumë të rënda dhe vepra shumë të rënda penale, por ndryshe nuk merret Facebooku, as nuk merret TikToku me një territor siç është Kosova, dhe me një, si më thon, nuk është edhe sado që nuk mund ta quaj se nuk është në interesin e tyre, sepse gjithherë në interesin e tyre është të ketë sa më shumë përdorues, mirë po është shumë e vështirë që ne të arrijmë dhe të vendosim këto kontakte zyrtare pikërisht për shkak situatës çfarë gjendet Kosova sot përballë OKB-s, organizatës kombëve të bashkuara. Kështu që krejt çka kemi mujt me bë deri tash është që ne kemi krijuar kontakte bilaterale me TikTokun, sepse është edhe një prej platformave që më shumë ti përdoren në Kosovë dhe ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm, e që kemi arritur ti përkthejmë politikat e privatësisë që është kërkesë e ligjit për mbrojtjen e dhënave, që ato të jenë të kuptueshme për qytetarin, ta di qytetari se çka po jep, kujt po jep ato dhëna dhe çka mund të bëhet me ato dhëna, e që për fat të keq unë ju siguroj që
në numër shumë të vogël qytetarët i lexojnë ato. Zakonisht që bëjnë next ose accept. Zakonisht. Edhe kemi ngritur moshën e përdorimin nga 13 vjeç që e ka TikTok-u në përgjithësi në 16, sepse edhe kjo është një kërkesë e ligjit që duhet çdo platformë që përdoret të jetë në harmoni me ligjin nacional të vendit. Në këtë rast mosha madhore tani fillon në moshën 16 vjeçare, kështu që në këtë aspekt kemi pas disa lëvizje, mirë po mbetet përsëris shqetësuese që ne si Kosovë nuk do të arrijmë tani për tani të kemi kontakte zyrtare siç mund të ketë çdo vend tjetër, por kjo përsëri po nalem, nëse flasim për regionin, jemi aty këtu, domethënë edhe regioni nuk është se arrin të bëjë. Unë mund ta përmend rastin e fundit që Meta ka përdorur të dhënat e qytetarëve të Malit të Zitës si test për ta testuar inteligjencën artificiale dhe ende nuk kemi një rezultat sado që është identifikuar për ndonjë hetim të mundshëm apo inspektim të mundshëm rreth kësaj. Kështu që nuk është se veç ne si Kosovë në region e vuaj mund ta quaj këtë. Ajo çka neve na ngrit pak shpresën është ky komunikimi bilateral që mund ta kemi me autoritetet evropiane dhe përmes tyre të mund të arrijmë ndoshta sidomos për raste kur janë shumë të rënda të ndërhyjmë. Por ndryshe mbetet në përgjithësinë e secilit prej nesh që të kemi kujdes se çka po publikojmë për veten tonë. Këto vendime që i keni marrë, domethënë këto mundësi ndoshta për ndryshimin politika çështjen TikTok, apo mundeni, a ka ndonjë formë që mundeni me shikuese apo domethënë praktik që shpo funksionon, se edhe nëse është dalë mosha 16 vjet, pra dikush mundet kysh nëse ka 12. Absolutisht, mosha domethënë është çështje veç që jemi në harmoni me ligjin, por ndryshe ka shumë mundësi që të manipulohet me këta. Derisa ne nuk e kemi një ndërledhës që e kemi kërkuar nga TikTok-u, por që përgjigjen e kemi pas negative me shumë në mënyrë shumë të mirësjellshme, duke na treguar se cili është statusi jonë, si që nuk e kemi domenin tonë gjithherë të ndërlidh me këta. Mirë po, e mira është që me ata megjithatë ne kemi kontakte bilaterale. Dhe me TikTok ne mund të zgjidhim raste në qoftë se do të kemi ndonjë rast që ne do të kemi ankesë. Është më lehtë i qasshëm për ne sepse kemi krijuar edhe këto kontaktet ndërnjerëzore mes vete. Por ndryshe për Meta, për këto kompani tjera e kemi shumë më të vështirë sepse ende nuk kemi krijuar kontakte dhe sepse këto kontakte nuk janë të lehta të krijohen, ta keni parasysh. Domethënë është një diçka që duhet politikë shtetërore për të, jo vetëm në kuadër të një agjencie siç është agjencia jonë, në fund. E qartë, po agjencia juaj, a ka pas ndonjë kampanjë vëdisuese për njerëzit ndoshta në media ose ndoshta kishme qenë e rrugës që këto kampanja të i pas parasysh këto grupet sidomos tretë që rrinë më shumë online, ndoshta më shumë TikTok, në Facebook, me bë kampanja online ku ata kishin mujt me u vëdisu që ekziston një agjenci që mundër me u anku për çto. Dua ta sqaroj që Agjencia për Informime Private si partner kryesor ka shoqërinë civile. Bashkëpunimi jonë me ta është në baza të përditshme. Normalisht që të pas parasysh që jemi një institucion që operojmë vetëm me 6 inspektor, ekstremisht i vogël dhe në misionet pamundshme për të qenë në inspektime për gjithë kontrolluesit publik e privat në Kosovë, ne edhe me një buxhet shumë të vogël që operojmë, gjithçka që kemi bërë deri tani e kemi bërë pikërisht në mbështetjen e donacioneve dhe mbështetjeve tonë që kemi pas të realizuar përmes shoqërisë civile. Jo që kemi bërë kampanja, po kemi bërë kampanja të vazhdueshme, që veç vitin e kaluar janë mbi 300 fushata ndërgjegjësuese që na i kemi bërë në gjithë Kosovën me tema të ndryshme për ta ndërgjegjësuar qoftë qytetarin, qoftë kontrolluesin. Sepse ta keni parasysh kontrolluesi tona mund të jetë një person fizik, por një person juridik, një institucion publik, një biznes, por edhe personi fizik që për një qëllime të caktuar në herë një kohë ka mbledh dana personale ose vazhdon të mbledh. Edhe risku është që këto të shiten, që edhe ndodh. Mirë po, ne në vazhdimsi kemi bërë fushata, çka ne shohim që është momenti edhe që ne duhet me patjetër të veprojmë tani, nuk është më fushata. Mirë po është që e drejta e privatësisë dhe ndikimi i inteligjencës artificiale të hyjë në kurrikulat mësimore që nga klasa e parë, që nga shkollimi i hershëm e deri në universitet. Sepse sot po jetojmë një kohë tjetër
dhe mënyra e jetës sonë veç ka filluar të ndryshojë dhe brenda një periudhe shumë të shkurtë kohore ne do ta gjejmë veten në internet. Do të thonë veten tonë në internet. Kështu që dhe aty do të si më thonë paralelisht do ta jetojmë këtë botën, jetën tonë në botën reale që jemi edhe në ato virtualen. Prandaj është më së rëndësishme që kjo të ndodh tani, ne normalisht që veç kemi një shkresë drejtuar Ministrisë të Arsimit dhe shumë shpejt me njerë pas kësaj periudhe së zgjedhjeve do ta drejtojmë përsëri një kërkesë të re që edhe të fillojmë edhe të bashkohemi qoftë me shoqërinë civile, po ashtu me media që kanë rolin krucial në edukim të shoqënisë për gjëra të tilla, që ne edhe kemi udhë lidhëse, si me thënë, urë lidhëse në komunikim me qytetarët, por se sa është arrit efekti, them drejtën, nuk jam e kënaqur për vetë faktin që na tregon edhe numri ankesave. Na kemi pas rritje të numrit ankesave ndër vite, mirë po jo në mas të kënaqshme sa, po mendoj, në mas të kënaqshme se nuk të kënaq ankesa, por në mas të dur sa me të vërtet kemi shkelje të privatësisë në Kosovë. Jo, ndoshta kjo numri ankesave tash edhe varet se shumë, se nëse është rrit numri ankesave, i bjen që qytetarët janë vedisu që ekziston një institucion. Po në anën tjetër nëse nuk është rrit, ndoshta janë vedisu mi mbrojt dhënat. Urojmë të jetë kjo e dyta, ne kemi lancuar sfundi një platformë që do të na identifikojë rrjedhjen e dhënave në internet hapur. Edhe unë besoj që kjo do të ndikojë shumë në ndërgjegjësimin e kontrolluesve, po në anën tjetër edhe që është shumë e rëndësishme, përmes kësaj platforme ne do të sigurojmë që dhënat e qytetarëve tonë mos na dalin në internet hapur, mos na publikohen pa vendosjen e masave të sigurisë. Do të thonë si rezultati mos vendosjes së masave të sigurisë do të rritet siguria e mbrojtjes së dhënave personale. Në këto aspekte që ta përmendëm për shembull edhe me Ministrinë e Arsimit që keni dërguar një kërkesë që këto informacione të futen edhe në shkolla, sa gjeni bashkëpunim, ndoshta me ministrit ose me komunat ose me institucionet të tjera përveç policisë që besoj që e keni ndoshta institucionin e parë që shkoni aty për raste? Të drejtën bashkëpunimi asnjëherë s'ka mundu. Ne jemi shumë mirë në bashkëpunim, më mirë po gjithëherë kur fushveprimtaria që ushtrojmë dhe aktivitetet që përmbahen për një ose dy institucioneve tjera bëhet me vështirë realizimi. Pastaj ne këtu nuk po flasim për një diçka që mund të ndodhë brenda ditës, po flasim për një ndryshim komplet të kurikulave mësimore, gjë që nuk do të jetë të thjeshtë që do të marrë kohë. Mirë, po këtu edhe do të varet se kush dhe sa seriozisht do ta marrin institucionin ndryshimin e kësaj, sepse përsëri po dalte kjo çështja e edukimit, përsëri nuk do të jetë çështje që do ta vendosë vetëm Ministri i Arsimit, por do të jetë një politike përgjithshme shtetërore që do ta rregullojë një herë mirë këtë fushë. Shumë viktima të dhunës online shpesh nuk raportojnë dhunën për shkak të frikës ose mosbesimit të institucionet. Çu shihni jo këtë, duke qenë se jeni me një agjenci që pikërisht do të raportohet? Është diskutuar kaq shumë kjo dhe jemi të vetëdijshëm, na punojmë me institucionet këndrejtëm, a ka rrjedhje dhënave, a ka rrjedhje të informatave, po ka. A ka filluar me u ndalu pak, edhe kjo është një diçka që është e dukshme. Por a është duke vazhduar që në mënyrë brutale që këto dhëna të blihen, edhe të mirën këto informacione kur raportohen, ekzistojnë në Kosovë. Nuk është agjencia e institucionit që mund të identifikojë deri në këtë mas. Janë vetë ata kontrolluesit, ata që marrin informacionin, e marrin dhënën, që duhet të sigurojnë një diçka tillë. Mirë, po ajo që është e dhimbshme që shohën pse shoqënia jo nuk e bën, është për faktin se nëse ke raportuar një rast, kushtimisht po them në policinë e Kosovës, dhe të ka dalë dhëna në publik, atëherë ne as edhe një ankesë të vetme nuk i kemi për asnjë qytetari për gjëra të tilla. Përveç rasteve kur po flas për gratë, përveç rasteve kur burrat kanë vepruar, si u ka publiku fotografia, ka publiku një numër telefoni, apo kemi pas edhe një rast të një grupi të marginalizuar, po që nuk ka qenë grupa, kështu që thjesht nuk kemi një, si me thënë, vetë iniciativë që e drejta privatësisë është e drejta jonë dhe sa herë që ne dyshojmë, edhe nëse nuk kemi të drejtë, po dyshojmë se po na shkiret një drejtu agjensisë. Dhe kjo merr kohë sepse kemi të bëjmë me ndryshim të mendësisë qytetare. Mirë, po ne duhet është edhe fushë e re bën këtë thirrje. Prandaj sa më shumë që do të kemi
si lloj komunikimesh, diskutimesh, sa më shumë që të zgjerohemi dhe ta vëmë në pa interesin ton si qytetar në raport me privatësinë tonë, edhe më shumë do të kemi edhe rregullim të apo se me thonë zbatim të kërkesave të ligjit mbrojtjes dhënave, por edhe do të jemi të sigurt, sepse tu nuk po flasim vetëm për një zbatim të thjeshtë ligjor. Po flasim për sigurinë tonë që është edhe siguria jonë fizike. Pikërisht. Sepse dhënat tona që na shfaqen në internet rrezikojnë edhe fizikun tonë. Kështu që bëj thirrje të qytetarëve që tankojnë Agjencinë për Informimin e Privatësinë, kemi numër pa pagesë, kemi komunikim përmes Facebookut që e kemi bërë me qëllimin e komunikimit më të lehtë, por edhe përmes faqes së Agjencisë për Informimin. Dhe një pyetje për fund, a mendoni çfarë mund të bëhet në nivel politikash, publike, pra që shoqëria civile edhe gjithë ne, mediat, agjencia krejt të parandalojnë këto raste edhe ndoshta të verisohen më shumë dhe cilë është një hap i rëndësishëm që ju si agjenci po planifikoni të bëni në të ardhmen për ta forcuar mbrojtjen e dhënave personale? Normalisht që nuk shkon me fushata ndërgjithësuese tash. Dy se me tonë objektiva që ne i kemi paraparë që është ky lancimi i kësaj platforme që është bërë në fillim të kësaj jave, edhe është tashmë jo vetëm me takime të thjeshta, mirë po me apo konferenca, apo seminare, apo trajnime, mirë po me programe të vazhdueshme edukative përmes televizionave dhe mediave në përgjithësi, dhe me ndryshim të kurrikulave mësimore që nga fillimi i shkollimi i hershëm deri në universitet të arrijmë që ta kompletojmë këtë që unë e di që nuk do të jetë lehtë. Platforma realizohet mirë, por ndrimi i kurrikulave nuk është lehtë i realizueshëm, ndoshta lehtë i realizueshëm mund të jetë pikërisht që në programet tona televizime të kemi programe edukative dhe të flitet sa më shumë për privatësinë dhe rëndësinë, por edhe rrezikun që mund ta ketë, si dhe një hap shumë i rëndësishëm që kemi paraparë dhe tashmë i kemi në dorë dhe do të filloj së shpejti është vlerësimi e ndikimit të inteligjencës artificiale në gjitha fushat e në shoqërinë tonë, nëse ne do ta zbatojmë këtë regulativën evropiane për inteligjencën artificiale. Kështu që deri në fund të vitit do të kemi, besoj shumë dhe pres që të kemi rezultate shumë të mëdha, e sidomos kjo platformë që në kohë reale do t'i mbikëqyrë rrjedhjen e dhënave qytetar. Faleminderit shumë krenare që ishim me neve dhe i ndave këto informacione shumë të rëndësishme. Besoj që vazhdimisht ka hala shumë hapësirë me fol për këto çështje që veç i diskutuam edhe mu zgjeruan to, edhe poroj që sa më shumë njerëz të vëdisohen për mbrojtjen e dhënave dhe pse jo ti raportojnë te agjencia, ndoshta jo pse jo, po është hapi i parë që të fillon. Sakt, faleminderit shumë, e vlerësoj shumë punën tuaj. Faleminderit. Faleminderit që na shikuat, kaq ishte për sot dhe shihemi në podcastin e radhës. Mirëmbëjtje.